Temperaturat e larta rrisin rrezikun për zjarre, padyshim në të gjithë territorin e Shqipërisë, teksa edhe kjo verë ka nisur të përballen disa prej qyteteve kryesore në vend me rrezikun e madh që kanë ose nga zjarret, u nisur kështu së pari edhe me Lezhën, nga pat gjithashtu në Fier, në Durrës, gjithashtu po ne ndalim tek Lezhë, tek Shëngjini, teksa fundjava ka vënë disi në vështirësi edhe padyshim banorët, por gjithashtu për shkak edhe të menaxhimit të bërë nga institucionet përkatëse, duket situata tani më është nën kontroll, por për mësuar pikërisht më shumë për këtë. Kam një komunikim të drejtë për drejtë kreun e emergjencave civile në Lezhë, zoti Nikol Tushi. Tushi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për kohën, ndërkohë si paraqitet situata, zjarret padyshim në Shëngjin, në Tale dhe në Plan kanë qenë disi në fokus edhe të mediave, por jo vetëm edhe për rrezikun që kanë hasur gjatë fundjavës. Si paraqitet situata aktuale dhe do të risjen gjitha më mend gjithë detajet, por aktualisht gjithçka është e qetë? Aktualisht që nuk flasim është gjithçka e qetë, nuk kemi asnjë vatër zjarri aktive në territorin e qarkut Lezhë. Gjatë fundjavës kemi pas intensitet të lartë të zjarreve në territorin e Bashkisë Lezhë dhe në territorin e Bashkisë Kurbin. Po. Në territorin e Bashkisë Lezhë kemi pas pjesën në malit të Shëngjinit, në fshatin Ishull Shëngjin, Lagja Sak, faqja e malit, ku ka zgjatur gati 24 orë vatra zjarrit për të vënë kontroll dhe për të deklaruar refikun, por nga masat e marra nga autoritetet vendore nuk është penguara për asnjë qast rrugkalimi Lezhë-Shëngjin, dhana Silltas. Ka patur mbështetje mbas duke qenë se sirfaqja e ajo terreni është i vështirë dhe nuk lejonte manovrime me mjete zjarfikse, është kërkuar mbështetje edhe nga bashkitë e tjera të qarkut Lezhë dhe bashkitë fqinje Shkodrën, Vaodesin, Mirditën, portin Shëngjin dhe gjithsej në terren në zjarrin e shfaqur në Shëngjin me datën 3 dhe 4 kanë operuar gjithsej 7 mjete zjarfikse me rreth 30 efektiv zjarfiks, përveç strukturave të tjera vendore të Bashkisë Lezhë, duke parë se situata në disa vende ishte e pamundur të arrijë edhe me mjetet zjarfikse, është kërkuar mbështetje nga ajri, nga ndërmjet AKMC-s dhe në orët e para të ditës shtunë është realizuar, pra në orët e ditës ora 8 mbrapa është realizuar ndërhyrje nga ajri me mjetin e me helikopterin forca ajrore, ku realizuar gjithsej 86 rrugë, pra hedhje kovash, të cilat ulën ndjeshëm ritmin e zjarrit, por duke qenë se zjarri ishte një terren në një sipërfaqe pyjore me pyll, pishe, humuse dhe shkurrësh të tjera, u pa e domosdoshme dhe mbështetja me 46 forca ushtarake, të cilat bën të mundur bashkërisht me strukturat vendore, bën të mundur fikjen e plotë të zjarrit. Po, Tushi, është e rëndësishme të kuptohet se çfarë ka prodhuar, cilat kanë qenë dëmet që ka prodhuar ky zjarr. Pra, nëse kemi një bilanc deri më tani, nëse ka patur dëmtime të konsiderueshme apo u arrit gjithçka në kohë, po themi brenda hapësirës kohore për të mos shkaktuar më tej dëme apo rrezikshmëri, qoftë për banorët, qoftë edhe për gjithçka gjendën në atë zonë. Referuar të dhënave që kemi nga shërbimi pyjor i Bashkisë Lezhë, janë përshkuar në zjarri rreth 9 hektar me pyll pishe, dhe janë djegur, mund të djegur, pavarësisht se është shpejt për ta vlerësuar, rreth 3 hektar. Nuk ka patur as një qast dëmtim ose prekje të zjarrit të objekte të biznesit apo shtëpive që ndodhin në afërsi, po dhe qarkullimi rrugor nuk është penguar për asnjë qast për të shërbyer turizmit në Shëngjin. Tushi, këtu është një situatë që padyshim ne hasim edhe për shkak të temperaturave të larta në gjithë territorin e Shqipërisë. Nëse sjellni me njëherë në vëmendje, thuaj se edhe në sezonet e kaluara ka patur problematika të ngjashme jo vetëm në Lezhë dhe kudo në disa prej qyteteve tjera të rëndësishme, por meqenëse jemi së bashku në këtë qytet, çfarë masash janë marrë? Pra, do të them çfarë kanë ndryshuar nga viti i kaluar deri në këtë vit? Ju keni kërkuar ndihmë nga bashkitë e tjera, thatë, keni kërkuar ndihmë nga ajri, ndoshta unë jam specialist i fushës apo njohës si mirë, po ndoshta këto janë të nevojshme, por ju vetë paktën në atë zonë, a nuk duhet që të bëhet një plan i mirëfillt për të menaxhuar situata të tilla
pa u dashur më pas të vinë ndërhyrje në disa qytete tjera të Shqipërisë, kemi vërej që ndoshta edhe nga jashtë territorit të Shqipërisë është kërkuar ndihmë. Tani referuar në masat, referuar ligjit për prefektin e Qarkut, mbrojtjen civile, shteti vendor, këta janë tre ligjet mbi të cilat ne operojmë, edhe njëkohësisht edhe vendimet e Këshillit të Ministrave që rrjedhin në zbatim të këtyre të ligjeve. Nga ana e institucionit prefektit janë realizuar mbledhjet e Komisionit Mbrojtjes Civile përpara fillimit të sezonit të temperaturave për marrjen e masave për kohën e verës, për zjarret, në fundin e muajit prill. Mbi bazë të këtij mbledhjes komisionit janë dërguar detyra për çdo bashki për të marrë masat e tyre, për të organizuar kapacitetet e tyre logjistike, njerëzore, për t'i vënë në dispozicion në rast të një situate të tillë. Dhe kjo është pastaj në bazë të tyre detyrave, të gjitha bashkitë e Qarkut kanë organizuar mbledhjet e tyre të Komisionit Mbrojtjes Civile të Qarkut, ku theksi është vënë gjithmonë në masat parandaluese, sensibilizuese dhe më pastaj reaguese në rast të një ndodhje të një rasti të emergjencave civile, si zjarret. Pra, në çdo njësi administrative janë organizuar takime për t'ia bërë të qartë popullatës që në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave 404 të vitit të majit të 2024-s, nuk lejohet ndezja e zjarreve për djegjen e mbeturina bujqësore nga data 1 prill deri me datën 1 tetor të vitit. Dhe ndezja atyre realizohet vetëm ndërmjet kërkesës që bën personi ndërmjet kryetarit të fshatit, kryetari i njësisë administrative, duke qenë prezent dhe strukturat e mbrojtjes nga zjarri, nëse ka kërkesë të tillë. Në rastin konkret, në këtë qark, zjarret e fundit, shkaku cili është, ku t'i referohet? Pra ka qenë zjarrvënie e qëllimshme, aksidentale, çfarë ka ndodhur? Zjarret e fundit mund të, sipas burimeve të policisë së shtetit, është zjarr aksidental, shkaktuar nga dora e njeriu, për cilin personi është ndaluar. Pra është ndaluar, sidoqoftë ju thoni që keni bërë apelin e duhur edhe informacionin e dhënë që të pak në një periudhë kohore duhet bëhet kujdes i shtuar. Dakor, mund të jetë edhe në situata aksidentale njëjtë sikur se ndodh, prandaj ju pyeta pak më herët për masat. Çfarë ndodh në këtë rast? Po, dakor, të referuar ne nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, na vjen çdo ditë i përditësuar buletini i rreziqeve dhe parashikimi i motit, qoftë ditor, qoftë edhe për 5 ditor, të cilët në këtë buletin rreziqesh apo parashikimin e motit, parashikohen temperaturat larta ose probleme me reshje se gjëra të tilla të emergjencave civile, ne ja përcjellim strukturave të qeverisë vendore bashkive, emergjenca civile e merra. Për të marrë masat përkatëse. A është qarku i Lezhës një qark i cili është shpesh problematik në raport me zjarret në sezonin veror? Qarku i Lezhës, krahasuar me vitet e kaluar, në periudhën e vitit kaluar, mund të themi se nuk jemi, pra jemi mirë krahasuar me vitet e kaluar, jo se s'kemi pas raste, po krahasuar me qershorin e vitit kaluar dhe fillimin e korrikut vitit kaluar, ne kemi pas raste shumë të egzageruara, të cilët na kanë zgjatur edhe 10 ditë raste zjarri në sipërfaqe periudhë. Që ka sjellë edhe rrezik të mëtejshëm. Jam shumë më kuriozon në fakt ky informacion për ta mësuar dhe për ta përcjellë për publikun gjithashtu, cili ka qenë reagimi i qytetarëve, se thotë që padyshim ka një lloj përcaktimi kohor kur duhet bërë kujdes, po a tregohet kujdes, a ka një lloj sensibilizimi në masë përtej, dakor, institucionet që do të bëjnë punën e tyre, por në të tilla raste çfarë vëreni? Ndoshta duhet më shumë sensibilizim, më shumë masa, më shumë masa parandaluese, ndërgjegjësim popullate, për ta pasë dëmtimi i natyrës, dëmtimi i ambientit është pasojë për gjithë jetën e banorëve, jo vetëm të institucioneve. Po,
Ndërkohë, cilat janë zonat që hasin më së tepër mbi rrezikshmëri ose ka rrezikshmëri më të lartë, që shpesh i shihni si problematike ver pas vere? Problematikat më të mëdha ne i hasim në djegjen e mbeturinave bujqësore, këtë që diskutuam më parë prodhimi i Këshillit ka dalë 2024, Po. për cilat edhe kemi pas edhe zjarre, qoftë në Bashkinë Kurbin, qoftë në Bashkinë Lezhë, djegjen e mbeturinave bujqësore të cilat dalin jashtë kontrollit dhe rrezikojnë seriozisht banesat apo bizneset në këto zona. Por fatmirësisht deri tash nuk kemi pas dëmtim në objekte në shtëpi banimi apo objekte biznese, po kështu edhe për jetën e banorëve nuk kemi pas problema. Qartë. Të shi falenderoj shumë për këtë informacion detajuar që ndave në këtë çast me shikuesit. Faleminderit ju. Mirupafshim.